metodat antiligjore dhe antikushtetuese që po përdoren për të diktuar kësaj gjykate vendimin e Edi Ramës me të cilin po blokon luftën kundër korrupsionit për të mbrojtur veten e tij dhe Lubi Ballukun nga vjedhja e 50 milion eurove në tunelin e Llogaras. Sulmet ndaj gjykatës kushtetuese në këtë çështje janë të papara ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Kërcënimet, paritja dhe metodat të tjera kriminale po përdoren nga mëngjesi gjendar. Pikërisht për shkak të tyre gjykata në kundërshtim me çdo ligj dhe precedent pranoi të shqyrtoj kërkesën dhe u dha dhe kohën e mjaftueshme për të ushtruar të gjitha format e presionit. Qytetarë dhe qytetare, mbetet vetëm fjala dhe guximi juaj për të folur për vete, për çdo shqiptar kudo që është dhe për mbar Europën dhe botën. Me këtë rast, paralajmëroj Edi Ramën se këto qëndrimet të tij dhe kjo përpjekje për të mbrojtur veten e tij nëpërmjet gjykatës kushtetuese do kenë pasoja direkt mbi te. Se populli shqiptar nuk do pranoj kurrë një turprim të tillë. Mashtrimi i tij, duke cituar ditë më parë në disa paragrafe Komisionin e Venecias, mori përgjigjen më të merituar nga ekspert të shquar se ky komision nuk ka asnjë paragraf në të cilin të shprehet se nuk mund të pezullohet ministri. Absolutisht. Përkundrazi, ka paragraf në të cilat pezullimin e konsideron akt kushtetues, të pranuar nga kushtetuta. Tani nuk e përmend më, duket se ka patur dhe reagime nga komisioni ose nga këtë tjerë, por tani ka heq dorë. Tani thot vetëm ka hallin e tij. Po halli i tij e ka krijuar vetë hallin. Duke urdhëruar Lubi Ballukun, duke e bërë atë bashkëpunëtore në krim. Edi Rama është pa kur farë mbrojtje tani. Ajo e ka marrë vendimin, do të marrë me vete. Unë vlerësoj reagim në shoqatës gjyqtarëve. E vlerësoj atë. Si një reagim në mbrojtje të ligjit dhe të kushtetutës. Faleminderit. Pyetje. Shme paralajmëruat se shumë shpejt do të vinë edhe protestat kombëtare. Kur do të fillojë organizimi për to dhe a do të përshpejtohet një protestë e mundshme kombëtare pas vendimit gjykatës kushtetuese nëse vendos të pranojë kërkesën e Edi Ramës? Faleminderit. Protestat do fillohen, jemi duke i përgatitur, po përgatisim dhe do fillojnë. Vendimet e gjykatës, fakti që gjykata e mori në shqyrtim, pranoi ta nuk hodhi poshtë, nuk e refuzoi të paligjshme kërkesën, është tepër shqetësues. Është tepër shqetësues. Mos harroni se kjo gjykatë ka shpallë të paligjshëm duke shkelmuar kushtetutën.
30 deputet të opozitës që paraqiten kërkesë për çështjen time. Kjo gjykatë, 30 deputet të opozitës, të drejtën e ankimit në gjykatë e kanë me kushtetut. Gjykata tha jo, në mënyrën më primitive, në një akt banal, primitiv të turpshëm, në një shkëmbim të kushtetutës. Dhe kjo gjykatë, në një nënshtrim, pranoi kërkesën, pranoi për të vlerësuar kërkesën e kryeministrit në emër të Lubis, avokat kryeministri për Lubin. E kuptoni ju? E kuptoni se ku është katandisë Shqipëria? Prandaj dhe protestat e kam theksu e theksoj, janë dhe do jenë rruga jone vetme për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë. Pra ja ku janë 2 miliard euro. Ja ku janë. 2 ditë para zgjedhjeve. Amnisti për 2 miliard euro. Për 200.000 biznese në tërësi. Për 80.000 biznese aktive. A mund të imagjinoni ju zgjedhje? Ndaj dhe shqiptarët kanë një armik të egër të lirive dhe dignitetit tyre, me të cilin duhet përballen. Zoti Berisha, për 2 ditë mbushem fiks 4 vite nga rithemelimi i Partisë Demokratike nga kuvendi 11 dhjetorit. Sot, 4 vite më pas, si e shikoni atë rithemelim? A u rithemelua vërtet Partia Demokratike dhe a qëndrojnë të gjitha parimet e vendosura në statut të 11 dhjetor? Mendoj se ky 4 vjeçar, pa egzageruar, është një 4 vjeçar midis legjendës dhe realitetit. Një forcë politike e bazuar në parimet demokratike, idealet demokratike të lirisë, të sovranitetit, për të qenë forcë sovrane politike, u agresua nga mafia shqiptare dhe ndërkombëtare në mënyrën më të paskrupull. Kjo është e vërtetë. E vërteta është se gjithë ajo që ndodhi kishte vetëm një qëllim. Së pari, një parti demokratike të kontrolluar totalisht nga Edi Rama. Së dyti, zhdukjen e Partisë Demokratike me mekanizmat e gjykatësve e të tjerë. Është shu apo jo? Pra, në kushtet e një narkoshteti, ata që kontribuan në ndërtimin e narkoshtetit, tani donin që Shqipëria të mos kishte një zë opozitar të vërtet. Të kishte një pseudo opozit. Aleatet e Edi Ramës. E zhytën Partinë Demokratike, partinë e transformimeve më të mëdha në historinë e këtij vendi, në izolimin më të thellë. Është kjo e vërteta. Por kjo parti u ngrit si Feniksi nga hiri.
u ngrit si Feniksi nga hiri. Dhe u ngrit vetëm e vetëm për të vërtetat që mbronte. Në një hark kohor, 14 mujor, në mbështetjet saj partie, të gjitha forcat politike të qendrës djathtë dhe djathta në botë kanë firmosur 7 rezoluta, në të cilat sankcionojnë mbështetjet plot për Partitë Demokratike dhe denoncojnë farsën elektorale të regjimit, denoncojnë persekutimin e opozitës dhe përdorimin e drejtësisë si armë politike, denoncojnë narkoshtetin shqiptar me germa kapitale dhe Edi Ramën. Pra, nga një forcë më izoluara, është sot forca më mbështetur në tërë historinë e vetë. Ky është 4 vjeçari i Partisë Demokratike. A qëndrojnë ende ato parimet 11 dhjetorit? Ato parime, Fryma e ato parime janë të mishura dhe të palkundura. Antarët e saj votuan në këto 4 vite më shumë se në gjithë ekzistencën e Partisë Demokratike. Përpjekjet e saj për t'i përçarë, përpjekjet e armiqve të saj për t'i përçarë, dështuar. Sot ata janë të bashkuar rreth atyre parimeve si asnjëherë më parë. Sot, pra thash, nga forca më izoluar e Europës, me 7 rezoluta është forca e akta akuzave më të rënda ndaj regjimit të Tiranës. Më e përkrahur. Ndaj dhe garantoj se nëse Partia Demokratike nuk do kishte mbrojtur parimet e drejta që mbrojti, do ishte atje në thellësitë e izolimit ku e vendosën në mënyrën më të padrejtë. Garantoj se nëse nuk do verifikoheshin, drejtuesit e gjitha këtyre partive smerrin përsi për kurte të damkostin Edi Ramën, të damkostin Shqipërinë si narkoshtetin e parë dhe vetëm në Europë. Nuk e bënin këta ata. Jo. Nuk kanë bërë ata për hir të salibërisë kurte. Por, së fundi, si repat ju, e shpall rrezik për Europën rezoluta e IDU-s. Rrezik për Europën, për sigurinë e Europës. Fatmirësisht, qeveria e Shteteve të Bashkuara po tregon ndjeshmëri. Administrata Trump po tregon ndjeshmëri ndaj këtij faktori të tmerrshëm që është droga, që po shkatron qenien e shqiptarëve. Pra, parimet janë respektuar, do respektohen dhe besoj, pavarësisht nga propaganda e neveritshme, turpshme që bëhet kundër saj nga mediat e kontrolluar nga qeveria, por në këto kushte të paktën vendi ka një opozitë të vërtetë. Një opozitë që e kontrollojnë antarët e saj, e votojnë antarët e saj dhe jo tjetër kush. Zotë Berisha, kam 2 pyetje lidhur me zhvillimet e reja nga drejtësia. E para, ish presidenti i Republikës Bamir Topi është thirrur për të dëshmuar për 21 janarin. Ai bëhet i treti që dëshmon tashmë në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Kujtojmë këtu se ju e keni akuzuar për puçist Bamir Topin. A keni një koment për thirrjen e tij për dëshmi? Tani,
a mund të shkosh të pyesish atje atë zotin Topi, se këtu nuk jam në një konferencë, jam për çështje krejt tjera. Po, tjetër. Ditën e sotshme, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka votuar me 11 vota pro, unanimisht, propozimin e Komisionit të SPAK për të zgjedhur Joni Ketën në krye të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Procedurë normale, personin unë nuk kam asnjë njohuri për të dhe kam një ligju dhe një rregull. Për personat që nuk i njoh, nuk flas kurrë. Nuk kam asnjë lloj njohësie, po as edhe në një, po të bëj një check-up në këtë arkiven time digjitale, ai nuk del punë. Nuk kam. Aktivitet normal. Osman Stafa, News 24. Zoti Berisha, ditën e sotme në Komisionin e Ligjeve është duke u diskutuar sa i takon avokatit të popullit, ku Partia Socialiste deklaron se ka ndalë 6 kandidatura edhe me votat e demokratëve, ndërkohë deputetët e Partisë Demokratike sot deklarojnë se janë tërhequr nga votat. Dhe një pyetje sa i takon kësaj është një nga kandidatët që ju keni ngulur këmbë për ta votuar në Kuvendin e Shqipërisë është Besim Ndrejgjoni. Do i qëndroni këtij propozimi për ta çuar deri në fund apo keni ndryshuar plane? Narkomajoranca ka bërë një lojë të turpshme me këtë, por ne kemi ndjekur. Ne kemi qenë të bindur në intriga dhe banalitetin e tyre. Në qoftë se ju kujtohet, në një nga ditët po këtu, tavla Toyota Yaris, me shumë mbiemra, informoj se atë ja kemi lanë opozicë. Është kështu apo jo? Dhe unë thash ju, se ata do pendohen. Dhe tani tregojnë se do pendohen, u penduan. Mund të imagjinoni këtë? Opozita ka tërheqë të gjitha firmat për kandidatura tjera përveç kandidaturave të përzgjedhura vetë. Të cilat janë Besim Ndrejgjoni, Adriana Kalaja, Jola Hysaj, Anita Braja, Haluci, 5 u bëna po 6, janë 6 nga kandidat, Dardan Mustafaj. Këta janë kandidaturat tona. Tani çfarë bën sot? Sot futën kandidaturën e tyre, i cili në kuadrin e 27 kandidaturave kishte marrë firmat, por ne i tërhoqëm firmat. Dhe Uluzi Manja thot se nuk njoh tau. Me Uluzi nuk njohim tërheqjen e firmave. Arrin gjerë në këtë deklarat të turpshme për të nxjerrë atë që thotë Edi Rama, kështu që ne tërhiqemi totalisht nga procesi. Ne nuk jemi më palë në procesin e zgjedhjes avokatit popullit. Kjo është një histori e turpshme e Edi Ramës, që u përpoq, por absolutisht ne në një farsë nuk marrim pjesë. Qofse ja lanë Partisë Demokratike, ne u treguam të arsyeshëm, ne nuk thamë ose ky, ose asnjë tjetër, ne paraqitëm disa kandidatura, ata shtuan kandidaturat e tyre. Shtuan kandidaturën e tyre. Është Enri Shabani. Kaq. Ne, Partia Demokratike, tërhiqet nga procesi. Partia Demokratike nuk merr pjesë në proces. Kjo është një turp i tyre. Para 4 ditë, siç e dini ju, deklaruan që do ketë jalam opozicë, jalam Partisë Demokratike. Dhe tani thonë nuk njohim tërheqjen e firmave. Firmat janë tërhequra,
dhe ne nuk marrim pjesë në proces. Nga këto 6 emra që ju keni propozuar për Partinë Demokratike, cili mendoni se do duhet jetë avokati i popullit, nëse do të ketë një ndryshim të situatës? Gjersa ne kemi zgjedhur këta, natyrisht se cili për i tyre ka besimin tonë. Por në renditje është besim në regioni i cili është paraqitur për votim në Parlamentin e Shkuar, siç e dini ju. I ketë bën një check-up të seancës. Është Adriana Kalaja, që plotëson çdo kriter për të qenë. Është Jola Hysaj, një ere me energji të madhe në këtë fushë, e vendosur për drejtat e njerëzit. Është Aranita Braja, është janë dhe Zoti Aluci dhe Dardan Mustafa. Pra ne kemi kandidatura shumë të mira. Shumë të mira. Do e bojkotoni votimin e Tejtes për avokatin e popullit? Do e bojkotoni? Sigurisht, ne s'marrim pjesë në votim fars. Jo. S'ka diskutim. Kjo që bën është një akt i ulët primitiv i Edi Ramës. Tregon tolerancën e tij zero. Dhe do vej një person që opozita që s'ka si lidhje me opozitën. Jo. Kemi sinqert.